Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 491, Flavius Anastasius Dyrhakium bëhet perandur bizantin me emrin Anastasius I parë dhe qëndroi në fron derisa ndoroi jetë më 498-ën. 1471, lufta e trëndafilave përfundoi me dorëzimin e mbretit Henry VI te mbreti Eduard IV në Londër. 1909, 66 familje hebreje themeluan qytetin e Tel Avivit. 1920, doma e deputetëve të perandorisë osmane në Stamboll u mbyll zyrtarisht nga Sultan Vakdetini. Pas këtij vendimi, Mustafa Kemal Ataturku bëri thirrje që kuvendit të mblidhej në Ankara. 1945, lufta e dytë botërore, forcat amerikane çlirojnë kampin e përqendrimit Buchenwald. 1947, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Jackie Robinson është lojtari I parë afroamerikan që luan në një ndeshje bejsbolli në Ligën e Madhe. 1965, SBA, një seri tornadosh godasin zonën qendrore perëndimore të Shteteve të Bashkuara duke shkaktuar 256 viktima. 1968, akti të drejtave civile u miratua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi u nënshkrua nga presidenti Lyndon B. 1970, anija kozmike Apollo 13 u nis për në Mars. 2 ditë më pas, një defekt teknik dëmtoi anijen dhe astronautët humbën shumë prej sasisë së oksigjenit, ndaj u desh të anulonin zbritjen në Mars. 1976, u ndërtua kompjuteri Apple I. Steve Wozniak bëri kompjuterin Apple I dhe donte ta jepte falas. Megjithatë, Steve Jobs rekomandoi shitjen e tyre. Më 11 prill të vitit 1985, ndërroi jetë Enver Hoxha, diktatori komunist I Shqipërisë që udhëhoqi vendin prej vitit 1945 deri në 1984. Enver Hoxha ishte udhëheqësi dhe drejtuesi kryesor I PKSH-s dhe më vonë PPSH-s. Më 11 prill të vitit 1999, në frontin e Koshares në Dukajgjin, pati betejë të ashpra mes forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mes radhëve të UÇK-s ran dëshmor Agim Ramadani, komandanti I brigadës 138 të zonës operative të Pashtrikut, bashkë me 140 luftëtarë të tjerë. 2002, Venezuel, një grup shteti mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe grupet e mëdha ekonomike ndërkombëtare detyron presidentin Hugo Chavez të jap dorëheqjen. 2012, një tërmet 8.6 balli shkallës Richter godet Oqeanin Indian në brigjet perëndimore të Sumatrës, Indonezi. 2013, paleontologët zbuluan vezë dinosauri me kocka embrionale brenda në Kinë. Thuhet se vezët e fosilizuara janë 190 milion vjet të vjetra.